të nderuar shikues se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra Sezai Suroj në Prizren me derbin e qytetit të Prizrenit. Bashkimi Proton Cable Prizreni do të takohen sonte në një ndeshje e cila pritet të jetë interesante me dy skuadra tashmë në pozita të kundërta, nëse mund të them, me Bashkimin që po lufton të ruan Kreun dhe Proton Cable Prizreni që po lufton të ikë nga fundi i tabelës. Po e shoh informacionin në skuadrës së Bashkimit. Trajneri Sasha Jankovic duan me Gashin Smith, Williams, Bunjaku, Cobes, Green, Koci, Zekici, Ismaili dhe Zeqiri. Po shohim që mungesat edhe më tej vazhdojnë të ndjekin skuadrën e Bashkimit. Në anën tjetër, trajneri Arnori Fati luan me këtë përbërje Johnson Beck, Gashi Nigja, Kryeziu Futko Shala, Smith Jr, Jordan dhe Dasyla. Tash mungesat vazhdojnë të ndjekin skuadrën e Bashkimit. E dim që Gjavënis McInnes është jashtë edhe më tej për shkak të lëndimit që e ka pësuar në dorë. Shohim edhe treshën e referëve të cilët do ta udhëheqin këtë ndeshje janë Amal Gjekovic, Vitaku dhe Hajxhani. Ndeshjet tjera të cilat zhvillohen sonte pra në orë të njëjtë tashmë ka filluar dueli ndërmjet Trepçës së Vllaznimit, ndërsa nesër në brëma do të jenë dy duele tjera. Dueli ndërmjet Sigal Prishtinës Golden Eagles Yllit si dhe dueli ndërmjet PS dhe Borës. Teksa po e shohim edhe renditjen tabelare, e thash Prizrenasit luftojnë për të mbrojtur kreun e tabelës, ndërsa Proton Cable Prizreni për të ikur fundit, edhe pse ju kanë vështirësuar shumë punët, pasi po e shohim Bora tashmë i ka ikur me 31 pikë në renditjen tabelare dhe një fitore do të ishte mirë së ardhur për skuadrën e Proton Cable Prizrenit. Megjithatë, fitoria është e domosdoshme edhe për skuadrën e Bashkimit, pasi që Prizrenasit Portokalli Zinjët nuk guxojnë të kiksojnë, nëse mund të them ashtu, pasi që Trepça është duke ndjekur hap pas hapi dhe mund t'ja marrë kreun. Po e shohim pesën startuese të ekipit të Bashkimit, Smith, Bunjaku, Cobes, Green e Zeqiri startojnë tek Portokalli Zinjët. Në anën tjetër, tek skuadra e Proton Cable Prizrenit, pra startojnë Johnson, Beck, Kryeziu, Shala dhe Smith Jr. Gjithçka gati për të startuar derbi pra i qytetit të Prizrenit, i cili po starton sot me 10 minuta vonesë për shkak të disa problemeve teknike, por të te kaluara tashmë dhe gjithçka gati. Në anën tjetër, dueli që ka startuar e potencova tashmë është ai ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, ku kanë kaluar 4 minutat e para dhe përsia është e ngushtë e Vllaznimit 7-4, me të vërtet një xhiro e cila mund të i përziej, nëse mund të them, gjërat në renditjen tabelare, një xhiro ku do të shohim skuadrat të cilat do të japin maksimumin, të gjitha skuadrat e kanë të domosdoshme fitoren, duke marrë parasysh se si janë gjërat në tabelë. Përpos pra Proton Cable Prizreni që qëndron larg Borës. Mesi tabelës është goxha i ngjeshur dhe Vllaznimi sonte do të mundohet maksimalisht arrijë një fitore ndaj Trepçës. Gjithsesi, e dim kampionët aktual nuk e lëshojnë. Gjithsesi, vazhdojmë pas pasimit kombëtar. Pesë startuese tashmë në fushë dhe gjithçka gati për startuar. Shohim edhe Shala dhe Smith Jr, të cilët i kanë gatruar fanellat. Megjithatë,
tashmë është gjithçka gati. Shala dhe Copes për topin e parë, I cili shkon në duart e Max Smithit, I cili gjithashtu e ka pasur një lëndim I cili ka ndikuar goxha shumë paraqitjet e tia, nuk është në atë maksimumin e vetë. Vijnë pikët nga Eric Copes, I cili ishte fantastike edhe në duelin e javës së kaluar, edhe pse mungon McInnes. Copes në duelin kundër vllaznimit, duel të cilin e fitoi Bashkimi, pati paraqitje fantastike duke I ndihmuar ekipit të Bashkimit të marrë fitoren në Gjakov. Edmond Kreziu përfundoi 24 sekondat e aksionit skuadrës Proton Cable Prizrenit, mbrojtje e mire portokallezinjëve. Zëqiri deri në fund, bllokohet, nuk arrin të realizon. Krijon disi hapësirën, por është ndalur me personale nga Johnson. Ketë në vijën e quajtjes e lirë, shoj momentin edhe njerë kur nuk e lejoj Zëqirin të realizon, nuk është Johnson. Qëllon në tentimin e parë. Zëqiri. Por epsin rekuatër me zarët të skuadrës Bashkimit në start. Smith Jr. Mirë shka I pasim deri tek Trilion Shala, I cili ndalet me personale nga Valon Bunjaku. Bunjaku sot në rolin e kapitenit të skuadrës. Tek Bashkimi vazhdon të mungon edhe Altin Morina, kapiteni, I cili vazhdon të jetë I lënduar gjithashtu, ashtu siç edhe McInnes nuk u paraqit javë Morina, teksa as në këtë ndeshje nuk ka qenë I gatshëm të jetë I pranishëm. Pam treshën e Jordan Johnson tek Proton Cable Prizreni. Sa Wendell Green betët I vetmuar nuk arrin të realizon. Mera top Lonzo Smith Jr. Shala, bukur tek Edmond Kreziu, gjuan për 3, nuk është I saktë, topin e duart e Wendell Green. Green. Ka fall në sol nga Eric Copes. Dhe shojmë me njerë momentin e personalis së Copesit. Ky është momenti shihet qartë shtyrja e Copes. Nështë ky është 3 pikëshri Jordan Johnsonit që shkriju e përsinë e Prizrenasve, në fakt e përsinë e portokallezinjëve në 1-4-3 në start këtij dueli. Lonzo Smith dhe qua nga gjysmë distanca mbetet I shkurtër. Valon Bunjaku e merr top, niset në kundërshol Max Smith. I realizon pikët e para të tij Max Smith pas zëqirit e Copesit për 6-3. Smith, Shala, gjuan për 3 pikë. Drilon Shala, realizon treshja e dytë e Proton Cable Prizrenit, të cilët me treshje po I përgjigjen lojës së Bashkimit, barazojnë gjithçka në 6-6. Bunjaku. Leon Bunjaku kthen topin tek Wendell Green, afër tij Jordan Johnson. Lejson Zëqiri deri në fund. Lejson Zëqiri, lëvizje mjaft e mirë e tij, arrin të realizon edhe njerë
Për të rikthyer Ursinal në skuadrës së Bashkimit në 8-6. Lenzo Smith, edhe një tjetër tentim për 3 pikë, nuk është i sakt. Lenzo Smith, Resha kësaj radhe do t'i jep të epërsin, ekipit të Proton Cable Prizrenit, Kopës nën kosh, ka personale ndaj tij. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Eric Kopës. Nuk qëllon në tentimin e parë Kopës. As në të dytën nuk është i sakt me i larti në kërcim. Lenzo Smith shkon deri në fund, super ngulitje Lenzo Smith për të barazuar gjithçka në 8-8. I pandalshëm me atë sole aksion Lenzo Smith. Nuk o lëviz topi tek skuadra e Bashkimit, Valon Bunjaku deri në fund nuk qëllon. Terrell Beck ishte më i larti në kërcim. Jordan Johnson litë deri në fund, por ajo prekje nga prapa e Wendell Greenit, cili gjuan për 3 pikë, nuk e lejoj të realizon kundër sulm Jordan Johnsoni, gjithsesi del në skenë kapiteni Edmond Kryziu që realizon të kësa ka tjetër personale nga Lenzo Smith tani. Në vjen e gjuajtjes së lirë kësaj radhe, Wendell Green. Kemi zëvendësim tek skuadra e Bashkimit. Në lojë do t'jetë Williams, megjithatë pas gjuajtjeve të lira të Wendell Greenit. Si të zëvendësohet pra Green. Në anën tjetër, në duelin ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, Gjakovarët në epërsi 18-8, kur janë më pak se 2 minuta deri në përfundim të çerekut të parë. Përsi prej 10 pikëve në start të ndeshjes nga Kuqezinjët në Mitrovic. Momenti i zëvendësimit. Wendell Greenit tek sa në lojë është Williams. Johnson. Jordan Johnson. Deri në fund. Ndrojtje e mirë, gjithçka e pastër. Williams, Max Smith, Zeqiri, Bunjaku, i lirë për 3 pikë. Nuk arrin të realizon. Domino Duarte, Smith, Jordan Johnson. Gale të ndopin tek Smith. Edo Kryziu për 3 pikë realizon. Për të rikthyer avantazhin tek skuadra e Proton Cable Prizrenit. 10-13. Williams bukur tek Lejson, Zeqiri në kosh, tjetër personale e Bardhezinjëve. Të shohim momentin e personales Edmond Kryziut, i cili paraprakisht qëlloi për 3 pikë. Lejson Zeqiri edhe njerë, sa nga vija gjuajtjes së lirë, 3-3. 5 pikë të Lejsonit. Qëllon edhe në të dytën, 12-13. Gjashtë pikë, shohim edhe statistikat e Lejson Zeqirit, i cili ka marrë dhe 2 kërcime. Smith. Lojë me këmbë nga Max Smith.
Nazë Smith nuk shkon ai pasim. Valion Bunjaku fantastik me atë mbrojtje pa shikuar teksa Lejson Zeqirit e në fund nuk qëllan kopse kërkosh arrin të realizon Eric Copes nga një pozitë e vështirë. Nazë Smith kthen topin tek Terrell Back ditë qëllan për 3 jo kësaj radhe. Teksa ka personale në kosh është personale e Max Smith ndaj Nazë Smith juniorit të Proton Cable Prizrenit. Shohim edhe njerë momentin personales e tërhoqje teksa ishte duke u rrëzuar Max Smith. 13 minuta e 24 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. Jordan Johnson. Personale e Lejson Zeqirit ka të taj bashkimit pra të rekipore i kanë edhe lojtarët e Proton Cable Prizrenit. Edmond Kryziu, depërtimi mjaft i mirë. Duket që Kryziu ka luajtur i fundit challenge i kërkuar nga trajneri Arno Rifati. E lusim regjin që ta kemi edhe një herë Atër u rishikua edhe një rasti, ishte krahu i djathtë i Edmond Kryziut, ku topi preku së fundi dhe u vërtetua vendimi i referuve nga skuadrës së bashkimit. Valion Bunjaku, pohet Max Smith. Smith lirohet, do të shkon deri në fund, nuk i komplikoj gjërat edhe pse u nis për një ngulitje. Por realizoj pasi e pa që Terrell Back po afroi 16-13 shokutje e lehtë edhe njerë skuadrës së bashkimit. Edo Kryziu blokohet në tentim për 3. Johnson e merr gjithsesi atapet, gjen depërtimin bukur e kthe topin tek Drilion Shala në kosh, i cili realizon në disponim të mirë për lojë. Shohim sot Drilion Shala në pika e 5 të tij. 16-15 edhe më tej, rezultati në kusht. Dhe shqe topi Lejson Zeqirit lufton Eric Copes, topi përfundon në duart e Jordan Johnsonit që niset në sulm tentim për 3 pikë realizon Jordan Johnson për të rikthyer edhe një herë vërsi në anën e skuadrës së Proton Cable Prizrenit. 16-18 kur janë edhe 2 minuta 24 sekonda përderisa në Prizren në këto minutat e para po zhvillohet ashtu si që ka edhe epitetin një derbi i qytetit në anën tjetër kur ka filluar çereku i dytë. Vllaznimi vazhdon të jetë në epërsi 22-9 përballë Trepçës, vetëm 9 pikë të realizuara në 11 minutat e para nga Mitrovicasit në duelin që përzhvillohet në Minatori. E këta po i shohim statistikat e të dyja skuadrave, përderisa bashkimi ka pasur 8 gjuajtje të lira, po shohim asnjë nuk ka qenë në anën e Proton Cable Prizrenit. Kurse treshet janë ato që po e mbajnë definitivisht në lojë dhe në epërsi ekipin Bardevzi Prizrenas 9-4 pra për treshen, ndërsa bashkimi gjitha pikët i ka realizuar për 2. Dhe shohim si do të ndikon ky timeout i kërkuar nga banka e bashkimit. Normalisht nuk janë të kënaqur portokallinjët. Shohim statistikat e Lejson Zeqirit. Jordan Johnson që të dy me nga 6 pikë po luajnë
janë më të dalluarit në ekipet e tyre. Smith tek Williams, do të tenton për 3 pikë, realizon Williams. Njihet mirë për treshët e tij dhe e qëllon të parën për skuadrën e Bashkimit, sa po e thash që nuk parin të qëllojnë, teksa Lenzel Smith në tentim për 3 ndaljet me personale nga Max Smith. Janë 3 gjuajtje të lira për Lenzel Smith Jr. Edhe më tej po vazhdon skuadra e Proton Cable Prizrenit me tentime për tresha ato të cilat po e mbajnë plotësisht në lojë. Do të kemi zëvendësim tek Bashkimi. Smith do të ullet në lojë, Samir Zekici në vend të tij. Nuk qëllon në tentimin e parë Lenzel Smith. Sakt në dytën. Të tretën e qëllon për të rikthyer përsin minimale në anën e Proton Cable Prizrenit, kur kemi hyrë tashmë në 2 minutat e fundit të çerekut të parë. Zeqiri tek Zekici, Bunjaku, Williams. Samir Zekici, shkon pasimi mbrojtje e mire, drilon Shalës e shpëton edhe topin. E thash më parë në disponim të mirë duket në këtë qerek të parë, drilon Shala. Terwell Beck, bukur lëviz, e gjende bërtimin, shkon deri në fund, nuk qëllon. I mungoj finalizimit, teksa Zekici tek Williams, do gjuan edhe njerë për 3 pikë. Williams me treshën e tij të dytë, në tentimin e tij të dytë nga loja, 6 pikë eksprese për 22-20. A do të përgjigjet Edmond Kureziu, më katë që nuk përfundoj kjo top në kësh. Hyrje doli Williams në anën tjetër. Edhe një herë, Dirk Williams, 3-3 për 3. 25-20 kur kemi hyrë në minutën e fundit të qerekut e parë, topi vjedhur nga Valon Bunjaku deri në fund, mbrojtje e mirë e tij. Seri e shpejt e skuadrës së Bashkimit prej 8-0. 2 treshet e Dirk Williamsit, si edhe dyshja e Valon Bunjakut për të krijuar e përsin më thellë deri më tani. 27-20. Jordan Johnson, Adam T. Johnson. Afërti Bunjaku me blokat, shini mbrojtjen e Valon Bunjakut. Samir Zekici gjuan për 3. Nuk qëllon Aseri Kopsën kash. Nxehet paksa edhe atmosfera në qytetin e Prizrenit pas tresheve të Dirk Williamsit dhe kësaj serie prej 8-0 të Bashkimit. I shohim edhe treshet të Dirk Williams, i cili e bëri diferencën pas këtyre 10 minutave të para. Ndeshja pra ishte gjithçka para, teksa skuadra e Proton Cable Prizrenit pati edhe përsideri në +3, por Dirk Williams doli në skenë nga banka rezervë me 9 pikë, 3-3 nga loja. Pra 27-20 pas 10 minutave të para. Sa shohim trajnerin Arno Rifati të nervozuar, por do shohim se do të rrjedhin gjërat në vazhdim, rikthehemi pas pak me çerekun e dytë.
Johnson edhe qereku I dytë. Në topën e parë për luajnë ekipi Proton Cable Prizrenit. Johnson tenton për 3, nuk arrit të realizon. Shala në kosh e merr topin e përmirëson edhe njerë Drilon Shala. Shtat pikë të Drilon Shalës që është më I dalluarit e Proton Cable Prizreni. Është ullur të pëshon pak sa Valon Bonjaku I cili me të vërtet ishte fenomenal. Në qerekun e parë, Williams edhe një tjetër treshe. E ai që është në disponim sonte definitivisht është Dirk Williams, 4-4 për 3 pikë. Për 30-22. 12 pikë, asnjëherë nuk ka gabuar nga vija për 3. Drilon Shala për të përgjigjur jo kësaj radhe. Marrin topin portokallëzinjët, Wendell Green dalet. Green tek Williams, Lenzel Smith shkakton personale. E vjell topin kësaj radhe, Lenzel Smith me një tjetër super ngulitje. Dhe një shikim ndaj referit I cili I dha personale para brakesht, por e motivoj për bëndrujtje të mirë. Kaloj me këm nga Terrell Beck. Pak sa nuk e humbi realisht atë Dirk Williams. Dhe shojmë edhe një herë ngulitjen fantastike të Lenzel Smith. Green. Sonze Qiri për 3 pikë qëllon edhe lej Sonze Qiri. E tashmë bashkimi për përgjigjet me treshe, ashtu si që ishte duke luajtur Proton Cable Prizren deri më tani, ndërsa Drilon Shala po e kryen punën e tij me pikën e 9. Fenomenal. Meriton Ismaili. Lëvizje e mirë e tij, e gjende bërtimin deri në fund, nuk arrin të qëllon. Po vjen në duart e Drilon Shalës. Jordan Johnson, e ndal Ismaili. Personale e tij 33-26. Nuk e lejon shkëputjen e thellë skuadra e Proton Cable Prizrenit. Pavarësisht që bashkimi filloi të qëllon me treshe 9-5. Tashmë personale Wendell Green. Smith. Afër ti, meriton Ismaili. Lenzel Smith, e gjenet mod Kreziun gjuan për 3. Nuk qëllon Terrell Beck në kosh, deri në fund realizon. Dhe ndalet edhe me personale. Vret mungesa e Rikopsit në kosh, I cili ngritet me njëherë. Do ta zëvendëson Samir Zekicin. Se shojmë treshen, fillimisht treshen e Lejson Zeqirit e më pas edhe ngulitjen e Lenzel Smithit. Terrell Beck nuk qëllon nga vija e quajtjes së lirë. I të 33-28 kur kanë kaluar 3 minutat e para të qereku të 2 të kësaj përballje. Vazhdon të jetë ngushtë. Williams të Këzëqiri.
Meritani Ismaili do t'jetë dyshe nëse qëllan, por airball i ti. Dërsa topi përshundon jashtë nga duart e Eric Kopsit. Preziu tek Smith. Johnson. Jordan Johnson dëbërton deri në fund. Ndalet nga Meritani Ismaili. Williams tenton kësaj radhe, nuk qëllon, do t'jeshte dyshe edhe kjo. Por nuk arriti të realizon. Ka personale, pati kontakt. Goxha më herët. Sa time-out kërkohet nga trajneri Arpnar Rifati. 33-28. Gjash minuta e 7 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Vazhdojnë në përsia e skuadrës së Bashkimit të Bërësi, e cila erdhi definitivisht fal lojës së mirë të Dirk Williams me 12 pikët e tij. Jua dhe Bërësia deri në +9. Gjithsesi, skuadra e Proton Cable Prizrenit nuk po e lejon shkëputjen e portokallë zënjeve 8-6 në këtë çerek të dytë deri më tani. Rikthehemi pas time-outit. Green tek Williams. Personale. Është personalja e Edmond Kureziut. Zeqiri. Ka gabuar në hapa Lejson Zeqiri. Top Jordan Johnson, Wendell Green, Balion Bunjaku, Lejson Zeqiri, Green, Williams, bukur e kthen topin tek Eric Kopsun, i cili nuk arrin të realizon, por do t'jetë edhe njerë në vijën në gjuajtjes së lirë. 2 tentime i pati më parë Eric Kopes, asnjëra nuk arriti të e qëllan. Shohim pasimin e bukur të Dirk Williams, që se ndaljet me personale. Kopes zëvendësohet Lejson Zeqiri në lojë, Samir Zekiqi. Qëllan kësaj radhe Eric Kopes pika e 5 të tij. Në të mbike 4 kërcime nga Lejson Zeqiri.
Bashkë me Dirk Williamsin më të mirët tek skuadra e Bashkimit deri më tani. Nuk qëllan në të dytën. Tyrell Beck. Deri në fund Beck. Copes ishte më i larti në kërcim. Wendell Green. Bukur tek Valion Bunjaku i cili bllokohet nga Tyrell Beck. Vëmendshëm në mbrojtje në anën tjetër. Jordan Johnson në mesin e dy lojtarëve realizon shkrihet edhe një herë përsia e Bashkimit 34 me 30. 10-7 në këtë qerek skuadra e Proton Cable Prizrenit. Ndaljen treshët e Williamsit, ndaljet Bashkimi. Williams kësaj radhe nuk qëllon. Mbetet i shkurtër, tash ndaljen këto treshe dhe Proton Cable Prizreni afrohet në rezultat. Tentim për treshe nga Jordan Johnson nuk arriti të realizon. Wendell Green, Valion Bunjaku për 3, nuk qëllon topin në duart e Tyrell Beck. Teksa Dirk Williams ka shkaktuar personale, do të kemi zëvendësim tek Bashkimi. Max Smith thjet në lojë në vend të Wendell Green. 4 minuta janë dhe në përfundim të pjesës së parë, teksa e pam blokadën e Tyrell Beckut dhe realizimi i bukur i Jordan Johnson. Mesin e dy lojtarëve qëlloj. Tashmë në bonus është skuadra e Bashkimit, 5 personale ekipore në çerekun e dytë. Tyrell Beck nuk qëllon nga vija e quajtjes së lirë as kësaj radhe, edhe tentimin e parë që e pati nuk e qëlloj. 2-0 nga vija e quajtjes së lirë, 2 pikë të tij. Është i saktë në tentimin e dytë, pika e tretë për të shkërirë në 3 përsi në Bashkimin. 34-31, Max Smith tek Valion Bunjaku. Zekici tek Copes. Kohet Williams. Nuk ka hapësira si i pati më parë. Zekici deri në fund nuk qëllon teksa tentimin e Copes për ta marrë ato. Jordan Johnson, tjetër slalom i tij, plotësisht në lojë Proton Cable Prizreni. 34-33, Samir Zekici tek Max Smith për 3 pika, asaj nuk qëllon, drilon shala i vëmendshëm. Edhe njëre merr ato për gjen Lenzel Smithin, që shkon deri në fund personale, Dirk Williams ndaj tij. Realisht në këto minuta gjithçka po ecën mirë për skuadrën e Proton Cable Prizrenit. 3 minuta lojë deri në përfundim të pjesës së parë. Lenzel Smith mundësi për të marrë edhe një avantazhin. Qëllon në të parën për të parazuar gjithçka në 34 me 34. Është i saktë në tentimin e dytë. Gjithçka baraz. 3 minuta lojë deri në përfundim të pjesës së parë. Zekici tek Max Smith. Samir Zekici do të shkon vetë deri në fund, nuk arrin as kësaj radhe të qëllon Jordan Johnson. Në anën tjetër bllokohet nga Max Smith, ndërsa ishte personalja e Eric Copesit ndaj Edmond Kurjeziut. Ky është momenti personales, teksa jep 2 të lira Kurjeziut. Zëvendësim tek Bashkimi, Samir Zekici ullet, Lejson Zeqiri kthehet. 3 minuta lojë janë edhe në duelin tjetër ndërmjet Trepçës së Vllaznimit. 23-30 vazhdon të jetë avantazhi në anën e skuadrës së Vllaznimit, teksa avantazhin e rëmben edhe Proton Cable Prizreni. I sakt kapiteni Kurjeziu edhe në tentimin e dytë për +2.
Proton Cable Prizrenin plus 9 ishte bashkimi. Smith nga gjysmë distanca nuk ka pik. Asgjë s'po ecën tek bashkimi. Edo Kryeziu në kundërsol. Fantastik ekipi Proton Cable Prizrenit detyrohet. Sasha Jankovic kërkon time-out. 34-38 përmbys gjithë qka Proton Cable Prizreni pas seris prej 18-8. Fenomenal bardhëzinjët Prizrenas në qerekun e 2 të shojmë nervozën e trajnerit Jankovic. Do shojmë kjo nervoz a do t'cjell rezultat në fush. Të rivemi pas pak pas ti time-outit. Edhe një tjetër gabim, edhe një tjetër top i humbur. Lejson Zëqiri për herë të dytë zonte gabon në hapa. 6 topa të humbur të bashkimit në këtë pjesë të parë. Pasi ka Proton Cable Prizreni. Terrible back Erwan Aktab, këthen të Jordan Johnson, Lenzo Smith. Terrible back Jordan Johnson, gjuan për 3, realizon Jordan Johnson. Vazhdon loja e mire, Proton Cable Prizrenit në qerekun e 2. 34-21. Max Smith. Son Zëqiri as nga kjo pozit nuk arrin të realizojnë portokallezinjët, por mera top Eric Copes teksa për të reshe nuk qëllon as Dirk Williams. Jordan Johnson. Jordan Johnson edhe mëtej. E këthen disi atop të Terrible Beku, cili do gjuan në sekundat e fundit. Nuk arrin të qëllon Edmond Kryeziu në nkash. Nuk arriti të realizon, por shini gabimin. Kur nuk esin gjërat, nuk esin. I nxituar Eric Copes. Pasimin plotësisht gabuar ndaj Dirk Williamsit edhe i pavëmendshëm. Probleme për trajnerin Sasha Jankovic, probleme për bashkimin. Lenzo Smith, Edo Kryeziu do gjuan për 3, nuk qëllon Lenzo Smith. Nën kosh, liht realizon 34-23 për mbyset gjithë shka për derisa bashkimi patje përsi prej 9 pikve. Tashmë gjithë shka po fol në të mirë të skuadrës e Proton Cable Prizrenit definitivisht fenomenal ishin në qerekun e 2. Lejson Zëqiri nuk ka pik, as kësaj radhe nuk ka pik. Jordan Johnson deri në fund nuk qëllon, Dirk Williams e mera top. Max Smith e gjende bërtimin, më në fund realizon bashkimi me Max Smithin. Time-out i kërkuar nga trajneri Arpno Rifati, kur ishin edhe 5 minuta e 19 sekunda bashkimi i kishte realizuar pikët e fundit me Eric Copesin dhe tashmë kur janë 21 sekunda deri në fund vim pikët, dhe thot afro 5 minuta nuk qëlluan
ekipi i Bashkimit teksa seria ishte prej 15-0 e Proton Cable Prizreni që përmbysi gjithçka dhe e krijoi edhe përsim prej 9 pikëve. Plus 7 tashmë pas pikëve të Max Smith. Teksa thash janë 21 sekunda. Seri e furrishme prej 15-0. Asgjë nuk shkoi në këto 5 minuta tek skuadra e Bashkimit. Pra janë 21 sekunda për të parë se a do të arrijnë Bashkimi të shkrihen më tepër këtë evërsi, apo Proton Cable Prizreni do të shkojë në pushim me evërsi më të thellë. Topi në duart e Jordan Johnson. Shkojnë mësojnë të zgjatur topi Proton Cable Prizreni, kërkohet Lenzel Smith, ka afërti Max Smith. Topi vjedhur i ekipit të Bashkimit në kundërsolm, blokade Drilon Shalës. Qëllon nga plani i dytë Lejson Zeqiri, por definitivisht do të rishikohet rasti. Blokad fenomenale Drilon Shalës, e thash në super disponim është Drilon Shala sonte, ndërsa e lusim regjin të e kemi edhe njëherë rastin e fundit. A mu i më këthy? Atëherë pikët e Lejson Zeqirit pranohen dhe përfundon pjesa e parë me rezultat 38-43. Ishte skuadra e Bashkimit që pati përsi prej 9 pikëve, por seria prej 15-0 e Proton Cable Prizrenit përmbysi gjithçka dhe përsia prej 9 pikëve u krijua tek ekipi Prizrenas. Gjithsesi, do shkojmë në pushim me rezultat 38-43 pas shpërthimit të Proton Cable Prizrenit. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer në pjesën e dytë.